Kosovës, Kosova me këto probleme që është duke prodhuar lëvizjeve të vendose po jep shenja dhe po krijon perceptimin edhe të partnerët ndërkombëtar, edhe të bota dhe po jep shenja të një shteti të dështuar. Dhe për një shtet të dështuar, ju e dini që Serbia dhe Rusia kanë punuar tash e një kohë shumë të gjatë. Prandaj konstituimi i kuvendit, krijimi sa më shpejt i institucionit të Republikës Kosovës ka qenë interes nacional. Mirë, po tani kemi hyrë në një fazë ku duket se zgjedhjet e parakohshme janë zgjidhja më e mirë në këtë fazë, në mënyrë që të kemi një rreshtim të partive politike dhe mbi këtë bazë të kemi një konstituim shumë më të shpejtë të kuvendit të Kosovës, të kemi një qeveri stabile të Kosovës, e cila adreson edhe sfidat e brendshme dhe sfidat e jashtme për cilat Kosova tash një vjet ka vuajt shumë, me që kemi shtrejtim të rrymës, me që kemi rritje të çmimeve, me që ne jemi në sanksionet të Bashkimit Evropian, në sanksionet të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka kaq shumë sfida të politikës jashtme dhe të brendshme. Kosova nuk ka kohë për lojna populiste dhe nuk ka kohë për trika elektoral për një grush vota. Të rrezikohet edhe Kosova, edhe shtetësia e Kosovës, me që kur një shtet nuk ka institucione më shumë se një vjet, një shtet çfarë është Kosova, e cila hala nuk e ka përmbyll tërësisht subjektivitetin e saj ndërkombëtar, unë mendoj që dëmet mund të jenë edhe të pariparueshme. Se kërkoni zgjedhje pa ditë pa e provu lëvizjen vendosje subjektin e parë, nëse i ka 61 numra e pata deputetën Albena Reshita i paraprakisht, ai është e bindur që janë 61 vota brenda sallës plenare për Kurtin kryeministër. Pares, qytetarët tashmë e dinë dhe nuk mashtrohen kaq lehtë. Ju e dini që lëvizja vendosje qysh në fillim kur ishte ai bllokimi i parë i komisionit për mandatet e deputetëve, thonin se ne kemi votat për kryetar të kuvendit, por opozita po bllokon kuvendin. Kur është bllokuar proces dhe erdhi radha që të propozojnë një kryetar të kuvendit, u pa që ata nuk i kanë votat për kuvend. Pra, qeveria, zoti Kurti nuk i ka votat për qeveri. Ju besoni që si ka lëvizja vendosje nuk i ka numrat? Nuk i ka. Pse konsideroni që thonë se i kanë atëherë? Po nuk i ka, ata i kanë 28 vota. 28 mandate kanë në kuvendin e Republikës Kosovës. Pra, ai që din matematikën e thjeshtë e sheh që ata nuk kanë vota të mjaftueshme dhe i gjithë bllokimi që është bërë në mënyrë sistematike në kuvendin e Kosovës i ka shërby kauzës së Kurtit për të fshehë dhe për mos me dalë në pafuqia e tij politike brenda kuvendit të Republikës Kosovës për me kriju një qeveri. Dhe ky momentum